Ja, uratuam në fund edhe me Boran Zemani. Më kapët ma. Se di që kam të zakon të ke që bëj një sezon që gjithmonë kështu i kam të stuar. Bëra mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Që nge shumë simpatike edhe kështu që po të shoh live, se nga ekrani duket e duket. Faleminderit shumë. Edhe mi qëra fjallë të shkojnë shumë flokët e zeza, se ti ke patur edhe bjonde, kam qenë edhe bjonde. Një qik. Po, kam qenë bjonde për një 4 vjetë të mira, po kam përshtypjen që nuk është natyra ime bjondja, jam më mirë të brunja. Po, paka shumë kjo është edhe ngjyra ime natyrale, tani kam të lyera, po të këto nuanca janë. Në fakt, Bor, duke kaluar në temë, ti ke filluar si modele, filluan këto sfilatat e para, kur isha koha shme vogël, apo ke qenë njerë velin tek fix fare? Unë kam filluar me modelingun si fillim, 14 vjeç kam përshtypjen, pastaj erdhi fiksi që isha si velin. Me kë ke qenë atë vit? Me Devisa. 17 vjeç kam qenë te fiksi dhe që atëherë pastaj nuk u shkëputa më nga televizioni, kam qenë për ditë në televizion. Po tani kaq e madhe ishte kjo dëshira për të qenë pjesë e ekranit, domethënë. Në fakt nuk ka qenë kaq e madhe. Më shumë mund të them që kam patur fat se sa kam kërkuar kaq shumë që të jem pjesë e televizionit. Më kanë ardhur gjërat shumë natyrshëm gjithmonë. Ishte audicioni që u bë te fiksi, nuk mora pjesë me një dëshirë shumë të madhe për të fituar, madje kisha pak me siklet. Nuk më pëlqente të kërceja. Por ti ke mbaruar ndërkohë 8 vjeçarin, e ke mbaruar në balet. Për balet, fakti që e kam lënë, domethënë që nuk më pëlqente. Por që po, dhe pas pa mbaruar akoma sezonet e fiksi, më propozua që të filloja punë te Albanian Screen. Atje isha për 4 vjet që kam bërë formatet ndryshme, që nga parashikimi i motit, emisione për fëmijë, emision sportiv, emision showbizi, gjitha llojet e formateve. Pastaj erdhi edhe Çuni, që ishte një pauzë, pastaj kam qenë edhe në Flan, kam qenë edhe në Top me Palimit si aktore. Po, ke qenë në disa. Nuk kam ndenjur dot shumë pushim gjatë. Po, kur filloi si thua, ose ti thua që rastësia në një farë forme të solli të ishe pjesë e ekranit. Më propozuar më shumë gjëra se sa i kam kërkuar. Kur të hyri në qef kjo si punë që ti doje të vazhdoje me pjesën e moderimit edhe ti? Tani mendoj që te moderimi e kam gjetur plotësisht veten. Te gazetaria sportive është një pjesë po prapë që më pëlqen shumë. Kam përshtypjen se tani mund të them me plot gojen që më pëlqen televizioni, po i gjithë, jo ekrani. Unë mund të bëj çdo lloj pune në televizion, për mua çdo lloj pune në televizion është e bukur. Kështu që tani të them me plot gojë, më përpara nuk është se e dija shumë këtë pjesë ose e ndjeja. Po për shembull familja jote si ka reaguar për këtë përfshirjen tënde? Se dihet që jo të gjitha ndoshta familjet e kanë me shumë sy të mirë këtë pjesën e televizionit. Në fakt të mua ka qenë e kundërta, se mami ka qenë ajo që më ka shtyrë gjithmonë, edhe kur unë isha pak dembele kur kam qenë adoleshente, nuk doja, ku shkon këtu, ku shkon atje. Ishte mami që më shtynte për të marrë pjesë në për këto gjëra. Babi absolutisht pastaj që ka qenë mbështetje gjithmonë. Ke pas, ashtu se kur se tham, disa eksperienca në televizion, si do të mi cilësoje si eksperienca? Ndoshta kush është më e bukura, kush të ka ndihmuar më shumë ose të ka katapultuar për diku tjetër? Po kam përshtypjen emisioni për fëmijë të ndihmon shumë në lirshmërinë që ke me ekranin. Ndihesh shumë komode, shumë rehate, mund bësh edhe gabime dhe nuk të merren për tërës ato gabime. Të ndihmon shumë një emision, një format për fëmijë si moderatore në televizion. Ndërsa puna që më shijon më shumë është kjo që kam tani, sepse asnjë ditë nuk është njësoj me tjetrën dhe unë mërzitem pak me gjëra, dua gjithmonë gjëra të reja dhe sporti çdo ditë ka lajme të reja, çdo ditë ndodhin gjëra të reja. Kështu që edhe emisionet i kemi njërë në studio, njërë në terren, ka larmishmëri gjërash, kështu që kjo është puna ideale kam përshtypjen. Sepse nëse me diçka identifikohesh është sporti dhe emisioni për fëmijë, që edhe ajo për hir të së vërtetës ka ngelur në kujtesën e njerëzve. Ma përmendin shpesh. Po, është e vërtet kjo. Ka qenë tek Albanian Screen, mos gaboj. Ndërkohë me sportin si u njohe, sepse besoj do ketë qenë një terren i panjohur për ty ose fush, nuk e di se sa e dhën mund të kesh qenë. Unë shija sport edhe më përpara futboll, paktën këto kampionate të rëndësishme, ndeshje të rëndësishme i shija. Mendoja që si femër që isha merja vesh shumë nga futbolli, kam thënë dhe herë tjera këtë, domethënë më dukej sikur dija, po kur shkova në Supersport, kuptova që nuk dija shumë. Dua librat aty. Ula pastaj që me vërtet ishia më me vëmendje gjërat, po stafi në Supersport është shumë i mirë, të gjithë janë profesionistë dhe të gjithë janë të gatshëm për të ndihmuar, kështu që mendimin e gjithë kolegëve që jemi në një zyrë të madhe, absolutisht u bë më e thjeshtë dhe sot ndihem okay. Cila ka qenë ndoshta pjesa më e vështirë sa i përket sportit, një diçka ku ti mund të kesh? Po nuk e di, ato fillimet kanë qenë që dëgjoja dhe emra që ndoshta s'mishte vrar vesh se në futboll do flasë shumë me emra dhe unë kam çik probleme me emrat. Ajo ka qenë më e sikletshme, apo në një gaf kështu shumë të madhe të mbaj mend te vetja ajo. Edhe unë e kam atë se unë lexoj kronikat sportive, o zotë, është një tmerr i vërtetë. Emrat janë të merr.
Nuk e patur, si thua, ke qëndrueshmëri si pjesë e ekranit, u bëre tani më je një moderatore e mirëfillt edhe cilësor si e tillë, po nuk është që ke patur, po themi, stabilitet, si thua, për shumë vite në një ekran të caktuar. A mos do thotë kjo që është një terren i vështirë televizioni, ti si do ta? Jo, unë në fakti dua punën të qëndroj për kohë gjatë me të njëjtit njerëz, me të njëjtit kolegë. Qëlloj që unë isha në fillimet e Albanian Screen derisa u mbyll, unë aty kam qenë 4 vjet. Pastaj ishte kjo periudha tjetër që mu propozuan formate më tepër projekte, edhe zgjasni pak më pak. Po që për mua është shumë okay edhe të ri shumë gjatë në një vend, Supersport apo digital, që të jep shumë mundësi, edhe që është një stafi të ri, jo vetëm Supersporti, po i gjithë digital ka një frym tamam si në familje, absolutisht që të gjithë ndihen shumë mirë edhe të gjithë kanë nga shumë vite. Aty ndoshta unë jam nga këta njerëzit e rinj që kanë pak vite, po të gjithë janë shumë të kënaqur për shumë vitesh aty. Sipas këndvështrimit tënd, ka konkurrencë të fortë në televizion edhe më konkretisht në fushën e sportit, në gazetarinë sportive? Po nuk di të them për këto, edhe ka edhe s'ka. Ti e ndjen, nuk e kam ndjer në një si thua një farë xhelozie apo zilie nga kolegët? Po shumë pak, gjëra shumë të vogla që nuk më kanë shqetësuar, që të them që unë kam luftuar shumë edhe që kam vuajtur shumë për të qenë këtu ku jam, se kam patur shumë njerëz që më janë kundërvënë apo gjëra të tilla, jo, nuk është se kam patur këtë lloj. Ndoshta thjesht egzagerohet nga. Po mund të ketë gjëra të tilla, po nga përshtypjen se janë kudo, në çdo lloj pune, jo vetëm televizion. Thjesht televizion punojnë njerëz që ndoshta njihen pak më tepër edhe muhabetet egzagerohen pak më shumë, kalojnë nga goja në gojë, pastaj e morë vesh filanin, tha kështu për filanin. Edhe një që se njeh personalisht do e di pastaj si muhabet më të egzageruar. Ndërsa në administrata për shembull nuk është se i njeh njëri ata njerëzit e ngelen aty ato. Tash e themet e vogla. Televizioni egzageron. Bora, duket sikur është krijuar, ndoshta shumë mund mos bien edhe dakord, po sikur janë krijuar dy grupe, të ekspozuarit dhe të pa ekspozuarit, po themi. Pra janë disa moderatore, po flasim për femrat, që preferojnë të ekspozohen, qoftë në jetën e tyre personale, po qoftë edhe në luk, ndërkohë ka të tjera që ndoshta preferojnë të rrinë pak më në hije në këtë pjesë edhe të merren si thua me punën e tyre. Ti do ta fusje veten në ndonjë nga këto kategori? Po nuk e di, unë ndoshta jam në mes të dyjave. Nuk e mendoj që të bëj gjëra për të rënë në sy, po as nuk fshihem më shumë se ç'duhet, kështu që çfarë ndjej për ta bërë e bëj, pa pasur parasysh kush jam apo si do e shohin të tjerët apo çfarë do shkruajnë portalet apo të gjërat e tjera. Ama ti e do për shembull vëmendjen e medias apo do kishe qejf të shkruanin për ty të ishe në qendër? Nuk e kërkoj, por është e domosdoshme në punën që kemi. Kam përshtypjen edhe portalet punojnë prej nesh, po dhe ne punojnë pastaj prej portaleve. Kupton, reklama është edhe ajo gjithsesi. Unë nuk është se bëj gjëra për të rënë në sy apo që t'i ngacmoj apo që të kërkoj të bëhen lajme për mua, por edhe në momentin që bëhet ka pasur edhe lajme që s'kan qenë të vërteta, po nuk është se i marr shumë seriozisht. Je cënuar për shembull në ndonjë moment ose do të ketë bezdisur, një thashë them që kjo gjë duhet marr parasysh shumë përpara. Derisa nuk kalohet ai caku ose po prek familja, pastaj gjëra të tjera absolutisht që çdo njeriu do i vinte keq. Po që për sa kohë janë gjëra të vogla, nuk është se janë shqetësuese. Një eksperiencë shumë e bukur që ti ke nisur tani më është përveç sigurisht është rrugtimi jot një herë në rast parë në digital dhe në Supersport, që aty u bëre sa vite konkretisht? 2 vjet e pak. 2 vjet e pak. Si po ndihesh shumë mirë në digital? E thash, në digital ndihet jo vetëm unë, të gjithë shumë mirë. Kjo e tregojnë vitet e punës që kanë shumë njerëz aty. Aty merresh kryesisht me sport, ë? Po. Apo jo? Ke një program tëndin? Eurogol, po. Program ku transmetohen gjithë golat e shënuar gjatë javës në kampionatet më të mira europiane që transmetohen Supersport, është përmbledhja e të gjithave. Je ndjerni çike diskriminuar nga meshkujt të cilët nuk e di sepse po ndonjëherë kanë këtë pjesën e arrogancës që okay, ne dim shumë dhe ju vajzat nuk është që. Jo, të paktën atje në ambientin tonë jo. I kemi çunat shumë të mirë. Madje na ndihmojnë. Në programin tënd ka të ftuar? Ka, po. Po kam të gjithë gazetarë sportiv të ftuar që komentojnë të gjithë kampionatet e ndryshme që transmetojnë. Po sigurisht që ashtu sikurse unë e nisa në fakt bisedën, ti ke nisur edhe një projekt shumë të bukur, shumë është i freskët fare, quhet Guximtarët dhe e kemi parë vazhdimisht në fakt këta hashtag.
Në këtë bisedë shumë të rehatshme jam me Bora Zemanin, nuk e di se gjithmonë më vitet të ta thosha mbiemrin Zamani, sot kam patur probleme me mbiemrat e të ftuar. Ngatrojnë. E ngatrojnë vërtet, nuk jam me vetë. Ose Zemani, më thonë. Ja, ka dhe kështu. Ka dhe kështu. Bora, po thoshim për projektin Guximtarët. Po, projektin. Njerë kur e pam në rrjetet sociale, sepse aty filloi gjithçka në një farë forme ku po postoheshin, ishin foto të personazheve të njohur, u bëm shumë kurioz. Ne quheshim kuriozët. Kuriozët e Guximtarët. Si projekt, Guximtarët njerë unë kam bërë me shumë qef, pak ditë që kanë mbaruar xhirimet. E kam propozuar unë, në fakt. Vërtet? Po, është një projekt i imi tërësisht. Në fakt, me fluturimet u njoha sezonin e shkuar ku me Ilda Belerin të Barskedina bëja lidhje live në qytetet ndryshme ku kishte aktivitete. Dhe qëlloj që një të diel unë duhet të isha në Vlorë sepse sa kishte mbaruar kampionati botror i aeronautikës. Një ditë përpara kishte mbaruar dhe më thanë që do ikësh në Vlorë për të bërë një lidhje live atje, për të shkuar në për këto pikat e lotos, sepse i tillë ishte emisioni i Ildës, edhe pastaj më detyruan që unë të bëja edhe një fluturim. Ndërkohë që unë nuk e konceptoja dot unë të fluturoj, kam frikë nga lartësitë, nuk jam tip aventurier, nuk kam asnjë lloj gjëje që më lidh me këtë. Por shkova deri lart, ishte gjithë kohës, domethënë lidhje live me emisionin, lart doja të hiqja dorë, nuk më la njëri të hiqja dorë. E çmeshme, ja, këto janë kostot e kësaj pune. Po. Dhe në fund Ua, po si u hodhe dot? Ne fluturojmë, themi gjithmonë, tani nuk hidhemi. E kam stuar këtë pjesë shumë mirë. Quhet në gjuhën e këtyre që janë profesionistë. Ne fluturojmë, nuk hidhemi, por që aty ishte momenti që në fakt pranova të vishesha dhe të bëhesha gati pak për seder, se isha live gjithsesi, mund talleshin njerëzit me mua që të bëra. Ti domethënë ke qenë live gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës isha. Po, do merrej vesh, madje në pikat e llotove u vun edhe baste. Do hidhet apo nuk do hidhet Bora, luanin njerëzit me baste. Dhe ishte sa vetë dhe jo, ishte momenti që realisht as unë vetë nuk dija çat luaja për veten. Se nuk e dija se çfarë do bëja, jo. Duhet ta bëja, por ndërkohë nuk doja absolutisht që ta bëja. Pastaj ishte fluturime me... Ishte frika se qa do ndodhte? Ishte frika e gjithçkaja, nuk ja kisha iden fare se qa ishte paraglide. Duke e tmerrshme, vjesht e tmerrshme. Dhe qa ndodhi pastaj? Dhe më shpjeguan, më lidhen, më shpjeguan Jonatani që edhe në emisioni ishte edhe piloti im, më gënjeu pak, më tha do bësh 2 hapa kështu ashtu, i thash po mos i bëj unë këto çando. Do i bëj unë për ty, thoshte, nuk ka problem po. Dhe ishte momenti që më tha, hajde të bëjmë një provë. Hajde të bëjmë një provë. 1-2 hapa, vrapo mbërtiti, unë i thoya se jam gati, ai nxori najer. Zarrite. Po, domethënë ishte një moment që unë nuk e doja absolutisht, por që ndodhi. Momentin që ndodhi ishte e jashtëzakonshme. Aty ndryshoi gjithçka. Po, në ajër pastaj ishte o zot mrekulli, nuk isha përjetuar ndonjëherë gjë më të bukur në jetë. Vazhdoja lidhjen live, flisja me studion, zbrita në tokë, mbylla të gjithë lidhjen live, vazhdova edhe me intervistat e me gjërat dhe kur e mbylla komplet emisionin, mund të kem ndenjur rreth 3 orë pa folur fare njërë, nga adrenalina, nga çdo gjë që kisha përjetuar. Por që më duk kaq e bukur dhe kur më pyesnin njerëzit do ta bësh prapë, unë jo vetëm që do ta bëj prapë, thoya, po unë do ta mësoj tani, ta bëj vetë, se dua të jem vetëm në fluturim. Dhe në ditët në vazhdim pastaj po mendoja duhet ta marrim vesh dhe të tjerë se sa e bukur është kjo, duke u nisur që nga vetja që unë nuk kisha ndonjë informacion shumë të madh. Dhe si ishte mënyra më e mirë për ta kuptuar njerëzit këtë nëpërmjet personazheve publik që janë personazhet i kemi patur shumë të mirë edhe shumë personazhe të dashur për gjithë publikun. Kështu lindi edhe Guximtarët, pastaj titulli sigurisht që ka shumë lidhje me emisionin, se duhet me vërtet guxim, po. Ishte duhet me vërtet guxim për ta bërë këtë gjë, edhe çdo personazh që ka ardhur aty, guximi ishte gjëja e parë që duhet kishte për ta provuar këtë eksperiencë. Sa kanë qenë personazhet që kanë marrë guximin të hidhen? Po, shumica janë hedhur në fakt. Se ka pas dhe nga ata që nuk janë hedhur? Po, ishte opsioni që mund të shkosh deri lart edhe nëse nuk do që të hidhesh, mund mos të hidhesh. Nuk këta personazhet do transmetohen, do të ne shojmë kush nuk do jetë dal guximtar? Do ta shihni, nuk e zbuloj. Një është në fakt, por nuk e zbuloj. Vetëm një personazh është. Po ndërkohë kush kanë qenë ato emra që për shembull të kanë bërë përshtypje? Të gjithë më kanë bërë përshtypje. Në fakt, që në fillimet e projektit frika më e madhe që kishte ishte se mund të përsëritej e njëjta gjë, intervista në makinë, po prapë do shkoje lart, fluturimi, ndoshta do ndodhte e njëjta gjë dhe do bëj i mërzitshëm si emision. Po ky problem, pra si emision që do ketë të përfshirë jo vetëm hedhjen dhe personazhin, pra ka edhe një unë takojmë diku me një personazh në breg të detit,
e ftoj që të vi me mua në makinë, shoqëroj unë me makinë deri lart në Shashic ose në Llogarak, ku kemi bërë 2 vendet që kemi bërë fluturimet, dhe gjatë gjithë rrugës bëhet edhe intervista me të ftuarin. Sa puntata do jenë? 10 puntata me nga 2 personazhe. Do ketë 2 personazhe, 20 personazhe gjithsej. Të shohim nëse do ta marrin apo. Kur do filloj transmetimi, se unë nuk bëra shumë kurioze. Transmetimi fillon në 4 gusht në kanalin tënë digital në orën 21. Edhe unë mezi po pres në fakt. Të shohësh rezultatin. Edhe unë mezi po pres. Sa kam qenë aty e kam parë që asnjë puntat nuk ngjan me tjetrën, asnjë personazh nuk e përjeton njësoj si tjetri. Kam patur nga ato personazhe që nuk kanë pas frikë fare, kam pas nga ata që kanë pas si jashtëzakonisht shumë frikë, po kanë thënë erdha deri këtu do e provoj. Kam pas që e kanë shijuar pafund. Po këta 2 personazhe që do jenë në një puntat, do jenë të lidhur si thua me njëri tjetrin? Nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin. Po, e kuptoj. Kush janë disa nga emrat që ti mund na përmendesh dhe të na zbulosh? Po ka është Armando Duka. Vërtet është hedhur? Po, një nga njerëzit më të rim që nuk e kishte problem fare fluturimin, kishte provuar dhe shumë gjëra të tjera në jetë nga këto lloj aventurash. Ka qenë Ermal Mamaçi, ka qenë Sokol Balla, ka qenë Erion Veliaj. Idën pash. Vërtet është hedhur dhe Erion Veliaj? Edhe Erioni, edhe Lalieri. Ka pasur shumë personazhe. Presim, besoj shumë surpriza nga ky program. Sigurisht. Edhe do ta ndjekim me shumë vëmendje. Flasim pak edhe për familjen tënde. Ti je bërë mami në një moshë të re për hir të së vërtetë. Ose ndoshta jo të re, sepse kështu e shohim neve. Po, për kohët e sotme ndoshta kështu e shohim neve dhe na duket si e tillë. Si e ke përjetuar gjithë këtë pjesë? Çuni është rritur tani Arbori? Është rritur tani, unë nuk them që kam një djalë, kam një shok, them shumë të mirë, apo nuk e di, ai është rritur tani dhe është dhe shumë llafazan, rrim gjithë ditën flasim me njëri tjetrin, mund të bëjmë muhabet për çdo lloj gjëje, kështu që nuk e ndjej si. Po në këtë pjesë besoj të kanë ngjarë ty, se vini të paktën nuk më është dukur ndonjëherë nga këta tipat që flet pa fund. Duket pak keq ta pranoj, kështu po mua duhet më ketë ngjarë, ndërsa flet kaq shumë. Është i prap? Të lësh domethënë shumë. Nuk është i prap i keq. Është mistrec, është i shkafet shumë. Nuk më bezdis me këtë gjë që ka shumë rrallë. Mund ta acarohem me Arborin, përgjithësi e lë të bëj rromut bëj çfarë doj. Bravo. Jo, nuk dua që t'ja prish atë Terezin e vet, ka lodrat e veta, ka dhomën e vet e bën si të doj, çfarë të doj. Kështu që e ka botën e vet atë. E merr me vete në punë për shembull të shoqëroj ose. Po ka rastisur edhe te Dance with Me e ka marrë, edhe tek puna në Supersport e ka marrë, edhe në Vlorë që isha me xhirime 2 javë, ishte aty me mamin me babin tim, me mbajta në Vlorë, të tha njerëzit e mi të kushërinjtë e mi. Nuk mund të rish dot aq gjatë. 2 javë isha me xhirime dhe mos ta kisha Arborin me vete, ishte, po sigurisht. Patjetër, se lidhja duhet të jetë kështu jashtëzakonisht. Sigurisht. Kush kujdeset për të në momentin që ti s'ke mundësi të jesh me djalin, sepse ti je në punë, sepse ti mund të kesh një udhtim, për shembull në udhtimet jashtë vendit besoj e ke një çik të pamundur që ta marrësh. Po fatmirësisht me punën që kemi udhtimet nuk është se i kemi shumë të gjata, maksimumi 3 ditë. Jemi okay, po ato 3 ditë Arbori të paktën është mësuar që i vogël që të rri me të gjithë, është i dashur me të gjithë, kështu që është gjyshja e tij, është mami im, pastaj gjyshja tjetër, janë gjyshrit që e mbajnë, është Vini, është vllai im, është i rrethuar nga familja. Që kemi janë të gjithë njerëzit që kujdesen për Arborin dhe ai kënaqet me të gjithë, nuk e ka problem. Kështu si pamje, kujt i ngjan më shumë ty apo Vinit? Po mua më duket sikur më ngjan dhe pak mua, po njerëzit ton Vinit. Ashtu vjen keq për këtë pjesë? Jo, nuk më vjen fare keq absolutisht. Ti dhe Vini jeni të martuar me qira fjala apo kështu me letra flasën? Jo, nuk jemi të martuar fare kështu me letra me gjëra. Po pse? A keni në plan? Nuk ka jeti. Nuk ka jeti. Të lë pa martuar. Bëni në një celebrim? Po nuk e kemi diskutuar fare këtë pjesë, jemi shumë okay, edhe kështu siç jemi. Nuk është se do na bëni diferencë të madhe celebrimi apo dasma, nuk e di tani, prioritetet ndryshojnë. O do bëhet në momentin e dur ose kur vjen më mbrapa, nuk e di. Po ndërkohë Arbori ka filluar me këto kërkesa, dua një motor, dua një vlla. Jo, akoma, madje kur bën gabime i them do. Sa vjeç është tamam? 2,5. 2,5. Jam në momentin që kur bën gabime i them do iket do bëj një çun tjetër, edhe mërzitet. Jo, thot më ke mua. Ashtu ë? Po, nuk kërkon. Je xheloz për dashurinë tënde? Po, është pak. Po më përqafon njëri tjetër ose po më preku njëri tjetër, është mami im. Ose kur e marr nga çerdhja, largon fëmijët e tjerë. E do shumë edhe Vinin. E do shumë, bën edhe për Vinin, po gjithmonë te mamat është pak më tepër kjo pjesa. Edhe kur e marr në çerdhje largon fëmijët e tjerë, është mami im. Jo, doja thoj, ai nuk e largon Vinin kur do të përqafoj ty.
Po ndodh edhe që e largon edhe vinin. Kaq shumë është i lidhur me ty edhe. Po, të gjithë çunat me mama. Një çik shumë ti. Më shumë ja bën qefin vinin në fakt. Unë jam edhe mami e egër. Jo vetëm kështu. Vini nuk ja prish kurrë. Dgjoj, ti vërtet ishe me projektin tënd guximtarët edhe shijove plazhin e kështu, po pushime të mirë. Plazhin nuk e kam shijuar fare, nëse më shihni të nxirr jam nxirr në mal. Nuk jam nxirr në plazh. Me rrezet më mirë aty. Po, madje në një moment pash edhe këto mëngët e shkurtra që më kishin ngelur shenja këtu, ishte e tmerrshme ajo. Bezi mbulova këto të paktën dilja me kanatiere ditët e tjera. Po plazh nuk kam bër fare. Do bësh ama. Po shpresoj sepse tani nuk është se që të jemi në prag të xhanëm disa e kanë edhe përfunduar tani, po. Nuk e di a do bëj, plane nuk kam akoma konkrete, por se emisioni mbaroi xhirimet, po nuk është kjo faza e postproduksionit, pastaj që po prap duhet e pranishme, plus në mes të gushtit e mbrapa fillon edhe sezoni Super Sport, nuk e di a do më dali koha edhe për pushime. Besoj edhe vini nga ana tjetër ka goxha angazhime. Po puna e vinit në verë është më tepër, kështu që nuk e di akoma. Kam ca vite që nuk bëj pushime, më mungojnë, të them të drejtën, dua shumë që t'i bëj, por nuk e di akoma. Rëndësi ka që këto 2 javë që unë isha me punë në Vlorë, Arbori ka bërë pushime, kështu që Arbori në plazh ka qenë. Sezoni i ri televiziv do ketë ndonjë ndryshim për ty Bora, apo do të gjejmë në të njëjtat formate? Po, emisioni im Eurogol do vazhdoj, mund të jetë edhe diçka tjetër që nuk është akoma shumë konkrete, kështu që do jemi prapë për të folur. Patjetër edhe unë me shumë kënaqësi do të pres në studio. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pranë. Faleminderit.